Kur sonda Voyager 1 fotografoi tokën në vitin 1990 nga më shumë se 6 miliard kilometra larg, planeti ynë u shfaq si një pikë blu e zbehtë. Kjo ngjyrë blu lidhet drejt për drejt me faktin se rreth 3/4 e sipërfaqes së tokës janë të mbuluara nga oqeanet. Por a ka qenë gjithmonë kështu? Sipas një studimi të publikuar në revistën shkencore Nature, ngjyra e oqeaneve nuk ka qenë gjithmonë blu. Në të kaluarën e largët gjeologjike, ato mund të kenë qenë të gjelbra dhe në një të ardhme shumë të largët mund të bëhen edhe vjollc. Ideja se oqeanet dikur ishin të gjelbra lindi nga një vëzhgim i bërë nga një ekip studiuesish japonez rreth ishullit vulkanik në oqeanin Pajso. Ujërat përreth këtij ishulli nuk janë blu siç pritet zakonisht, por kanë një ngjyrë të theksuar jeshile. Arsyeja lidhet me përbërjen e veçantë të ujit, ai është shumë i pasur me cianobaktere dhe me hekur të oksiduar. Cianobakteret, të njohura dikur gabimisht si alga blu jeshile, janë mikroorganizma shumë të lashtë dhe luajtën një rol vendimtar në historinë e jetës në tokë. Ato gjenden ende sot në disa mjedise specifike dhe u japin atyre një ngjyrë të pazakontë. Për të kuptuar ngjyrën e oqeaneve të lashta, duhet të kthehemi miliarda vite pas në kohë, në Akrean, që shtrihet nga rreth 4 miliard deri në 2.5 miliard vjet më parë. Në atë periudhë, atmosfera e tokës ishte shumë e ndryshme nga ajo e sotmja dhe oksigjeni ishte pothuajse i papranishëm. Cianobakteret e Akreanit ishin ndër organizmat e parë që zhvilluan fotosintezën, procesin që përdor energjinë e dritës së diellit për të prodhuar energji. Megjithatë, fotosinteza e tyre nuk ishte identike me atë që njohim sot. Përveç përdorimit të ujit, disa baktere përdornin hekurin e oksiduar si pjesë të metabolizmit të tyre. Eksperimentet laboratorike të kryera nga studiuesit tregojnë se këto baktere lulëzonin veçanërisht në ujëra të pasur me hekur dhe merrnin një ngjyrë të gjelbër. Sipas studimit, përqendrimet e larta të hekurit të tretur në oqeanet e lashta mund t'i ketë dhënë atyre pikërisht këtë ngjyrë. Me kalimin e kohës, fotosinteza filloi të prodhonte gjithnjë më shumë oksigjen. Fillimisht ky oksigjen lidhej me hekurin e pranishëm në oqeane, duke e oksiduar atë. Ky proces zgjati për miliona vjet dhe mbajti oksigjenin larg atmosferës. Por në një moment kyç të historisë së tokës, i njohur si ngjarja e madhe e oksigjenimit, hekuri i lirë në oqeane u konsumua. Oksigjeni filloi të grumbullohej në ujë dhe më pas të përhapej në atmosferë. Kjo ndryshoi rrënjësisht kushtet e jetës në planet dhe mënyrën se si organizmat fotosintetik prodhonin energji. Cianobakteret u përshtatën me këto ndryshime dhe kaluan në fotosintezën që përdor ujin dhe liron oksigjen, procesi që është baza e jetës siç e njohim sot. Me rënien e përqendrimit të hekurit dhe ndryshimin e përbërjes së ujit, oqeanët morën gradualisht ngjyrën blu që shohim sot. Studimi nuk ndalet vetëm në të kaluarën, por hedh një vështrim edhe drejt të ardhmes shumë të largët. Sipas shkencëtarëve, ngjyra e oqeaneve mund të ndryshojë sërish në varësi të kushteve mjedisore dhe kimike. Për shembull, nëse në tokë do të rritej ndjeshëm niveli i sqafurit, ndoshta si pasojë e aktivitetit intensiv vulkanik, atëherë bakteret që përdorin sqafur për metabolizmin e tyre do të bëheshin dominues. Këto baktere shpesh kanë ngjyrë vjollcë ose të purpurt dhe përhapja e tyre masive do të mund të jepte oqeaneve një nuancë të purpurt. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se këto procese ndodhin në shkallë kohore jashtëzakonisht të gjata. Bëhet fjalë për miliona, madje miliarda vite. Me fjalë të tjera, njerëzimi nuk do të jetë dëshmitar i një toke me oqeane vjollcë.